dhe s'ka si kur Zotin subhanahu wa ta'ala. Vjenëni sa që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur deshti o ju vëllezërit e mi ta dëshmon dashurinë e Allahu xhallahu ala për robërit, e dini në njënë prej luftrave kur një nënë, s'ka si nënë, kur një nënë ishte duke kërku djalin e saj në mesin e njerëzve që kishin ndruar jetë në luftë. Dhe në një moment e gjeti djalin e saj, e mori dhe afroi afër vetes. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju tha sahabëve, a mendoni që kjo nënë e hudhën djalin e saj në zjarr? A sahabët i thanë, jo ja Rasulullah, është e pamundur. Tha Allah arham bil ibadi min hadhihi al ummi waladiha. Allahu është më i mëshirshëm për robërit se sa kjo nënë për fëmijën e saj. Pra në qoftë se Allahu xhallahu ala nuk mund të krahasohet mëshira e tij me mëshirën e nënës, çfarë mund të flasim për tjerë të vëllezërit e mi? Pra Allahu xhelle xhelalu Allahu i të thret. Dhe më thret edhe mua se ai subhanahu wa taala na don pa shamadharinë Allah që ne të jemi afër atij.